Qa bone, zemra? Si të rollën? A e mirë? Qa bone? Ç'kem? Bashkë na folë? Po, patjetër. Jo, me mu, me këtë fleti, zakonisht. Pa shpirin këtë. Ti me këthuj kokën aneze, edhe unë me lëviz 2 copë nga 7. Ti me vu muzikën, di me dallu ti se... Normalisht. E kam seriozisht? Wow. Test alkoholi ishte kjo. Jo më. Ore, fal. Mori thomaj. Ishe ti që më zbulove lam të mirë. Ishe ti që më... E ka të me qik tekstin. Direkt lam të mirë. Ishe ti. Ore, një diçka, që ta dini, nuk është mirë me imitu originali, kur e ke originali këtu. Besonja, e doja. 10 sekundë, se kom i kongë shumë të fort, plako. Ore, këndoj, o YouTube. Me hile këj. Ua, më gjallë shumë originalin. E ke myt. Ja ku e keni. Grazie. Mirë se na erdhe një herë dhe këmë të mbarë inshallah. Se u gjitha, faleminderit për ftesën. Po ha, qa bën, qa thot jeta? Se të shoh në Instagram ose tine vetëm projekte. Out now, shkruan tekste, nxjerr këngë. Shqyqysh erdhi momenti prapë me nxjerr, se të sa kohë lam fare. Do të bësh 2 hapa mrapa, që të bësh 3 para ose. Që ti mungosh pak publikut. Po edhe frymëzimi ndoshta. Se njeriu ka nevojë edhe me mbledh energjitë e veta me shpërthy. E, po qa presim këtë verë nga ti? Po, këto këngë të rejo? Këto këngë, që nga në Disa. Ma asnjëra si gjatë tjetërës. Po mirë, thuj, sa problem, thuj, disa. Ke single apo i ke edhe në bashkëpunim me artistë të tjerë? Ka edhe single, ka edhe bashkëpunime, normalisht. Bashkëpunime është bërë trend tash, normalisht. Tani është më interesant single. Ai shumë bashkëpunime ka. Ke ndonjë emër kështu që do ta thosh kështu ekskluziv për andajin apo s'do ta zbulosh në një nga këto bashkëpunime? Se ti gjithmonë Kam goxha bashkëpunime, por duhet t'i lej surprizën në herë kur i thu. Jo, edhe nuk funksionon, pse duket si u gënjem. Do besoj. Jo, s'jam fare Super, mund ta thush na emër, mund ta thush, sa problem. Pak ditë para ca ditësh kanë nxjerrë edhe një këngë me Graciela. Bachata. Sa dje kanë dalë në orën 6. Po. Edhe gjatë të pyesja, si isha shumë furioze. Ti përveç se Graciela është partner në muzikë, ti ke një partner jetë. Pra, është e rëndësishme edhe kjo. Si është, do të thënë, aja vlen, nuk po të nga aja vlen, po është Është të mirë, kesh një partner e jetë nga një ta fush? Po. Apo është sfigdues? Unë mendoj të çlepos. Gjitha bashkë, është shumë e bukur, normalisht. Ti është të dy veta në një profesion është shumë e bukur. Po si shkon ti nga Ja, po ne është edhe sfiduese se hyn ato 2 gjela me vend për të strin do dhe. Zili për ndaj këngë, për ndaj bashkëpunim. Ja, është okay. Ka cila është Luan. Okej. Po ti doj. Ne mujor. Ua, është dhe krep. Po për shkak të si ne ke bë. Dhe është rëndësishme se thash ascendenta krep. Ne gocat kemi një Seriovidja. Seriovidja kam bë thojt. Ua, ke bë. Ascendenta krep o zot juaj. E po si ka mundësi, ose nëse të shek kështu live tani, duke është me këto syzet, serios, pak i rënd, kështu si, shumë i serë. Jam shumë... Po kështu do, a duke që si i ftohtë, serios? Me nëse ju keni kohë që njifen. Ndërkohë, këngët e tua janë kështu, me pergamar, dramë, romancë, lën kokën goca. Ashtu i përjetojnë, ashtu i, dhe mund gjitha këngët
i kam përjetu një farë mënyrë. Do të thotë që fjalët Thjesht nuk jam aq shak. Mirë me qëra pjesa këngë për shembull që ti përjetoke. Mundesh me na thënë një histori frymëzimit e një këngë jotje që ka pas dhëna fill diku tjetër dhe nga ajo situatë që ndodhi, the prit, ishe ti që më dhurove, lauçon. Ishe ti që ka një histori kështu. Ka qenë të dua si fëmijë, unë kam qenë në Gjermani, dhe kjo ka qenë këngë të dua si fëmijë, është publiku parë i shetisë, edhe kam qenë në tren, dhe shumë me shkuar marrë makinë, diku 200 km larg në Leipzig. Edhe shofi të shift përballë meje që gjithë kohës rrugës, domethënë po flitshin ai djali po ulesh te gjuhin, po flitshin prap, po përqafoheshin. No, nga ajo shkëndin direkt hapa atë, sa drejt kishim celular, kishim kështu lapse lehtë. Me lapse lehtë. Këto janë? Kishte celular, po kishim nga këto kështu. Me butona. Nokia pa antena, si e mend. Zero Facebook atë. Nga legjendare që poni si të mnafi që ti aty je tek shkrues, si e autor, që shumë e din që Stina e ka shkruar. Kush është historia pas shkrimit atij teksti Stine? Po s'është se kanë, domethënë gjithmonë do të gjesh zanafitën, është muza. Jotja personale apo thjesht është Gjithmonë gjendja ime personale. Unë në atë moment do shujem ndjer. Domethënë ato fjalë janë nga zemë. Ti si këtu. dashuria shumë. Po ai është. Si hajtë Lina, Stina, shumë këngë të tua të vjetra dëgjohen akoma dhe sot sikur sapo kanë dalë. Po kthehen në nostalgjinë, njerëzit lidhen me. Këtë do thoja. Domethënë muzika në shumë dhe në disa dhe fotot për shembull nga ascensor koha. Shumë mendoj që muzika kthehet është si ascensor koha, që kthen kohësh. Nuk është më ngjitur. Po mirë burr nuk është. Një sekond, po mirë, a bën këto këngë burr ngelem, tu fut ndosh tu lahar gjum krejt ujin e nxehtë, burr të ngjuj ishe ti, të ngjuj poni se trëndafilo burr. Faturën e paguaj në fund ditë, po s'ka gati. La të dëgjoj muzikë, është okay, mos bësh një gjë tjetër. Kjo ishte e bukur. Ti nuk e bëjmë me këngë, e bëjmë me film. Vetëm se marrë letrat. Dush pra. A bëheshin këngët më përpara më me shpirt, po flas për ty, ai bëhet më me shpirt apo thjesht ne jemi nostalgjike dhe kërkojmë të rigjejmë më shumë të Stinën e vjetër, se këtë dua të kuptoj. Po nuk është se dua të bëj gjykusin e kohës vjetër me tanishme, sepse shoqëria kanë provu të dyja, po atëherë ndoshta njerëzit kishin kohë me ndëru më shumë. Dhe tani më jetosh aq shpejt se s'ke kohë me meditu fare, as me ndëru. Po kështu është fakt. Edhe me tani ka ardhur ti. Tani ka trende të tjera, se për njerëzit nuk duhet të harrojnë me shku vetëm, nuk duhet mundohen të shkojnë vetëm pas trendit, duhet të shkojnë edhe, domethënë çdo gjë është emocion. Tani këngët sikur janë çik më të rënda kështu me pres, kler, me thika, me gjëra. Edhe kjo është fallë që kalon, po me këngë për ndjenjën nuk do shterojnë, domethënë çdo kohë do është si cikël, ikën një cikël, vin prap, dalin nga moda, do hin prap. Nuk do t'i s'ka dalë kur nga moda, se realisht ti je një ndër artistët që shumë artistë të viteve 2000 kanë dalë, janë shuar, nuk janë më ndoshta, ndërsa ti je Stina i vjetër thash këngët e tua Unë më sa kam provuar gjithmonë që të bëj këngë, jo, domethënë mos gjej këngë të sezone, kam qenë gjithmonë bëj këngë që ngelen në histori, domethënë ngelen të dëgjona mas se ka pas shumë këngë që s'kan pëlqyer momentin që i kam nxjerr. Po janë gjumë brava. Na pak tek Stinja që thojmë në Stinja serioz. Nuk jam tani ne dim, po pra ne ta thënë ose e dim Milan Roz do Milan kamerat flas. Po. Fiki kamerat mos i fik. Ke thënë ti që bashkëshorta jote Graciela ka njek me makinë. Po. Një histori aty tregon edhe dashurinë që ka dashur për ty edhe në thojza toksicitetin e një femre që me ka mënyra të tjera me tregu do të ndjen nga mbrapa. Jo, normal po ti valla. Po pse burr? Është çuandon prandaj. Ore nga mbrapa i shkon një rrugë që donor, edhe kjo pyetja rradhës ishte, për shembull, çka ka qenë gjë më ekstreme që ka bërë Graciela për ty ose ti për atë ta shohim atë Stinën jo aq serioz. Edhe kjo më ndjek se mi ka rënë makinës mbrapa. Ti ka rënë makinës mbrapa. Edhe unë dola nga makina dhe i thash, çfarë do bëmë? Ballë unë desha me të ndjekta, jo me të rëma. Do një mace para u frenova. Ai mora direkt lekët. Do është makina ime dhe. Është makina jote. Po vetëm ajo është kështu ka xheloz. Po thuajna një bu. Unë jam ekstrem fare, por nuk e kam ndjekë makinës. Po me çka ke? Ta them një herë tjetër. Përveç se bashkëshortë jemi edhe shokë mirë. Kjo ka edhe muzikantë mirë, domethënë kemi komunikim shumë mirë, domethënë më shumë bëjmë gallata, jetojmë bukur, jo kështu seriozitet. Ka një ato kohë ndjekësh. Kush i ka notat më lart kur bëri në sherr kështu bash? Soprano, Ai shkon të tjera, kurse unë kam shumë goti, po si kam dot fare. Unë
gjithë historia jote nga fillimi i karrierës, këtë specifikoj këngën më veçantë për ty që e ke më të ndjerë, domethënë që sa herë dëgjon të kujtohen. Gjitha këngët janë si gishtat, nuk i ndan dot. Po ishte tia është ajo që më solli këtu ku jam. Domethënë edhe në atë kohë unë kisha mbaruar albumin edhe ishte tia ishte kënga e fundit, gjithë shoqëria ime siç çdo kush jep mendim, domethënë. Dhe fusësh në album apo jo, dhe gjithë ishin kondra në atë kohë. Ishim sot unë pa me këto këngët me kërcime dhe thanë, jo, s'është kënga e dur. Edhe gjithsesi unë dëgjova të gjitha, pra bonus. Basi desha vetëm. E futa dhe thash dhe fusi bonus track. Më pas, ajo ishte kënga më e fortë, domethënë që më kaloi nivel tjetër. Jo thjesht që më njihshin, po thjesht fillon edhe koncertet dhe gjëra. Po qytetarët gjithmonë i besojnë intuitës dhe Duhet i besosh intuitës, sepse ngatrohesh. Shihet janë relative, nuk mund t'i marrësh për bazë, dhe më shumë më të bukur se ishte tjetër që janë botë famshëm, që kanë, domethënë, për mua si muzikant, më kanë qenë masterpiece fare, po. Thjesht që tia ka histori, domethënë, është lidh me, domethënë atë më përmendin gjithë. Është shumë fiksuese si këngë. Në fakt edhe tekstet e tuaja, me thënë drejt, janë fiksuese si të djemt që s'kan lep, si të femrat. Dhe për shembull, kjo çano kjo. Tash ti bë këngë fiksuese të femrat fiksohen me këngën, ti ke bë këngë, femrat fiksohen me ty. Kështu i bën llogaria. Tani Alti do një këngë. Unë nuk di më burr me kënumër, burr. Si t'ja bëj të fiksohen pak dhe me mua, burr. Çam këshillon ti, burr, si mund ta bëj vajzën për vete zën? S'ke nevojë, më s'është. Flirtoj Si të flirtojë në burr, pak nuk. Për tipin, rregull jes. S'ka ndaj taktik të veçantë burr ndaj gjatë që them kur ta ngacmoj ti them ka thënë Stinja me tar kështu edhe me të puth kështu edhe me u largu kështu. Se që bëj këngë edhe ti, taklojnë tjerë dhe në rregull. Po rizot tjetër. Po kur dalën aty që ti flas me voice recording, i them po se ka fol Stinja. Nuk ka ashtu. Lidhe pamja me figurën. Nuk lidhet. unë kam folur më përpara në telefon me ty. Unë bashkëpunitës në dia jo. Sa e ka thënë 10 herë para se të vijë. 10 herë. 10 herë ta bëra sa më mirë. Kështu që me që ti ke ardhur te territori jon në Andale, do na nderosh të këndojmë një ndër këngët e tua më hit të tjera, që ti simpatik. Ta kanë syze. Bravo, syze të ratën me ti. Ti vën gjithë? Gjithë, po. Pak më parë. Syzet janë kështu si slang. Yri blerda syzet. Ne do bëjmë korë. Ka syze masivi. Ja u siesia jo. Të mbushën për me fusha do dashni, bukuria jote si ju bomon do më lidhje i stramoshi, ka kërcimi jote me kuptova edhe pik, ishim një ubën gjasht, një qytati më Kinga të mision mote. Jemi 7 bashkë me Florin. Jena 8 bashkë me Gaziele, më sarroni si ju grima. Është me Torin. Ti heshin se do japim prioritet stil. Po, s'ka gjë më majnë. Si në përveç Gazielës, ti ke edhe një person shumë të rëndësishëm në jetën tënde që është vajza jote. Si e the e thu si deputet person i rëndësishëm jeta jote më thuje për smart. Ke edhe jetën tënde që është Estja. Tani Estja, unë e di që merret me violinë. Po, me violinë, klasë 2. Në klasë 2. Ti bie 8 vjeçë? Po, 8 për 9. Si ka qenë, domethënë, a e ka të imponuar nga ju këtë talentin për violinë apo thjesht E ka genetike, domethënë, ma ka marrë nga graca dhe nga unë. Ne kemi lënë të lirë, se kishim fillim kishte qef edhe pikturën edhe donim ta lënim të lirë, domethënë ku e ka më shumë dëshirën, po muzika ishte primare. Po si është marrëdhënia jote me atë? Shumë e mirë, shumë e mirë. Unë e shoh më pak se Graciela, se jam më shumë punë, po. Këtu doja dilja se ti i zën gjithkohës. Se shoh po pak do të më takoj edhe ka dëshirë të kaloj më shumë kohë me mua dhe është gjithmonë kështu, kur është me mulla stohet, e ke? Edhe një bashkëpunim me vajzën do të ishte bukur për shembull, kur të rritet edhe pak, që edhe frymëzohesh ti, edhe një është edhe bon edhe freestyle, ose edhe freestyle sa mirë. Po imagjino ç'a freestyle është bukra, mund të bëj
me një stinush, djalë. Se vajza pra bë. Freestylet e para i lidh me ato problemet që kam me Gracielën, mami më bërtiti dhe erdhi. Ku ka ma bukur me pastinën e vogël, me dalë të di, oqi me si zemër burr. Ku ka ma? Ku ka ma? Kujt? Po i vjen rrotuaj, do thot. Kujt? Kemi Si morë burr, si ato pyetjet e hallave. A presim ndaj dia. Kopë me kopën. A presim ndaj dia. Kemi ndaj dia. Rrugës. pra është dëshirën tuaj që të shtonin familje. Absolutisht. Ajo kërkon një vëlla ose një modër normalisht. Po, shiko, ti më the pak më parë që ti ishe pak më rrallë për shkak të punës, Po. se sa Graciela. Ideja është që a ndjesh ndonjëherë në faj, ose ke këtë peshën që ndoshta Po normalisht. nuk je aty në momentet. Fëmia gjermën të rëndësishme kohën ka, asë më tha se nuk intereson qa fame ka muna, apo qa kush jam unë. Thjesht çdo fëmijë do kohën e prindit. Unë mundohem ta sa e gjej hapësirë, do më gjej parë që do të takoj. Që e pa merat për hapësirë, t'lem në etash, merron telefon. Na vëtoj një. Pas se të vihet ti ma tesh. Me që sa ke bërë një dedikim, bëje këtu live. Ashtë të gjysh, ja? Shej. Estja moj. Më dëgjon tani? Unë doja të përshëndesja nga emisioni Andale. Jemi këtu bashkë me mamen edhe po të dëgjojnë gjithë tani. T'jam një gjarë dhe video. Do në e bësh që ka të freestyle-in? E ka të freestyle-in aty? Të freestyle-in që ke kënduar mu. E bëj një tani. Bëj një tani, hajde. Vërë në YouTube bitin. Këta pa bori, pa prap, nga shore. Sa bosh pa? Sa ta bëj, Po, mirë, kur ta kesh gati, do na marrësh telefon. Do na marrësh telefon kur ta kesh gati, po e ke gati tani. Po, jo, tani marrë të marrë telefon kur ta kem gati, se e bëj shumë shpejt. Mirë, Disa mirë. me kohën tënde ti edhe na merr në telefon. Hajde, po të presim. Paçi. E mamu ato që të pështat. Po mirë, ne ndërkohë që Estja bën gati freestyle-in, bëjmë një pushim vogël në kanalin e tavolinë ta. Po e bosa Ka tavolinë tjetër? prishën ti. Thoshte më rum. Dhe ja ku jemi te tavolina e çunave, stile përshëndetje te tavolina jon, tavolina e vërtet. Piks, mirëserë tavolina e çunave O, bashkë me Blertën, kemi dhe Blertën. Faleminderit. Blerta gëzuar, mirë se vjen te këtë tavolinë. Benar Gëzuar. Por ç'le te nga anët tonët? Pse nuk ndoni? Jo, po ç'le po them. Pak kështu lezet. Bukur, kemi bukur tavolinën. Më përsollën ata nga sporti aty dhe erdha këtu tek ju. Tani, unë përpara se të vinim këtu ti dëgjova që kisha vendosur një muzikë. Apo do në arti me vocën e Di Branës. I keni dy Di Brana, a mund të Lutem. Ha? Dy libra. libra? Do ta kënojmë ne. Po, duat ma këndoni ju të dy. E kam i që ti di se kam punën me qytetet e Shqipërisë. Atë GBMC-n. GBMC-n se dëshoj. Vazhdojmë. Po, kështu më vështirë. Moera, tuta e Tiranës, apo do me artë, vocin e Di Branës. Si e ka rejtësh, edhe las drejtësh. Dhe se s'thom dy herë, ma më të s'ke kuzhin. Faleminderit! Pra. A nisi si çdo? Lele, pra. Po, të bëj unë diçka, jo vetëm ju tani, ju lutem. Fillimi mbar gjysma punës. Pra, nga lushnja, pra. Stina, se me Stinën do e kap që nga atje, më the pak më parë që unë kam bërë këngë që publiku i ka pëlqyer shumë, po ndoshta ti s'para i ka pëlqyer. Kush është? Jo, Apo se unë i këtë? kam pëlqyer, thjesht nuk janë publikuar shumë. Domethënë nuk Ka kam që na ndonjë- shfamën. Ka sa dush. Për shembull, që ti ke pëlqyer shumë, po publiku nuk i ka Jo, pëlqyer. publiku i ka pëlqyer, thjesht nuk janë publikuar shumë, nuk janë marketuar. ajo që A nuk janë marketu, jo se si Shumë rrallë, për shembull shumë kanë bukur. Shumë Se marketu sepse marun nuk e futa me ndonjë event, edhe ishte koha që sa fillon me klipe dhe kështu, nuk është se u shkoj ke veshë publikun maksimum. Tani me që ti fillove të thuash gjëra, ne kemi një lojë këtu që quhet Truth or Shot. Pra ose përgjigjesh ose ndryshe pi. Po. Po ose gjërat përgjigje se kë shumë e fortë. Unë e pi Ne kemi hedhur atë unë e pi pa u përgjigj. Fort, pra 75%.
Pastina. Lëm pak. Ja pipa po përgjigj domethënë, thjesht duhet të Mendoj nxjerr. që të ngroj pak situatë. Ti filloj me pyetjet. Jepi. Kishe filluar vllai, Atëherë. ne got më të vogël ti ka. Jepi gaz. Ti përmend një single, por ti ke bërë edhe shumë bashkëpunime në jetën tënde, në karrierën tënde. Cili ka qenë bashkëpunimi më i vështirë për t'u arritur dhe që të ka munduar pak ai artisti tjetër? I vështirë jo nga ana artisti tjetër, i vështirë se ndonjëherë ndodhin peripeci që ka raste që konga mbaron për javë dhe ka raste që zgjatet 6 muaj. Kjo kanë qenë peripeci. Këto gjithë Big Basta, Rozana Radi ti lexoj sa në shumë. Po, me Rozanin ishte thjesht ishte larg, domethënë do të shkonim deri në Vuno. Edhe ishte duhet ta xhironim 2 drekës, në 2 drekës në Vuno, në gusht, është tmerr dhe jetë bashkë. A shkoi gjatë e gjeni? Gjatë nuk shkoi, po thjesht ishte ora e vështirë domethënë. Do ndroshte rroba. Ka fshar Rozana për atë ditë apo? Jo, Rozana u kënaq se shkum kohë rekord, domethënë se unë jam korrekt kështu, edhe pse dukem kështu si neglizhent, po ekstrem. Nuk të ka bezdis ndonjë nga këta bashkëpunëtorë të tu keq fare se Si, për unë kam kënaqësi, e kam lifestyle, nuk shumë se bëj se duhet ta bëj. Unë bëj muzikën se jetoj me dhe. Shive tash ta bëjmë çat ta bëj pi me fund një goti. Një ka trego pak. E pi pa ma thon, pa. Ti ke shumë hite që shumica ngjajnë si dedikime. Për shembull, Besoja ose kënga Dali ku dali. Shumë nga këto këngë. Besoja. Bravo. E doja. Kush nga këto këngë ka qenë dedikim? Gjitha. Po. Mos marrë këtu. Prit vlla. Dali ku dali, për kë ishte? Bernard, pse të bëri? Pse Ta gzem. dali? A thash e ka për të pi? Emra, te kur bëri pyetjen sa stin të pi. Ajo është përgjigjja më e thjeshtë, po Zoti ja pronësi gjë se. Bravo. Besoja për kë është? Për atë që ka meritu. Pas dhe e. Mirë, ta bëjmë pyetje ndryshe. Jo, Ta bëj pyetje përgjigjem, ta dhash përgjigje. A është si është Di Browni valla? Ta bëj pyetje ndryshe. Se unë jam nga Lufsha, kemi edhe ne çikim trik brenda vet. Jo sa Di Brown. Po ta kthej kohën mbrapa. Do kishe bërë këtë dedikim edhe një herë apo jo? Gjithmonë. Do bëj prapë. Po çdo ne jemi destinuar për të bërë këtë që bëjmë. Pra nuk je penduar për atë. Asnjëherë. Okej. Tani, atëherë kthej dhe një mbush edhe një herë se tani. Po. Ti të gjetën për ta bërë. Hajde Flori, je çik më i gjatë. Bushe Flori. Flori, bushe për çuna. Hajde Flori, bushe. Mushe. Pistine devu Flori. Pa ta pi një gotë dhe unë. Tani një gjë që di unë është që kënga Tingull e kitarës. Kënga Tingull e kitarës është bërë që para shumë vitesh. Po, 2012. 2012. Dhe është postuar shumë vonë në albumin e Noise. 2023. Po pse Nodhi aq vonë? Dalfa. Po atëherë e erdhi momenti. Domethënë nuk është se kishte ne kështu. Jo. Nuk keni patur ju. 2012 është kompozu, 2016 e ka edhe Gelsi vokalin e vet, në 2023 publiku. Unë atë këngë kam pas që në 2012. E di. Edhe e kam pas të Se regjistruar. nga Dobrova normal edhe si kush e ka pas. Dhe e kam pas të regjistruar me kamerë kështu, jo kështu audio, vetëm me kamerë edhe sikur se kishte kap njëri ma dha. Pajtimi, ta them unë. Vetëm ai ka qenë aty. Vetëm ai. Ti doje që nxjerrje Branici. stinës Po, do të me dalë aty. është zën me noizin apo jo? A je zën me noizin? Ja, mos. Jo. Po kur S'jam vjen me zonë, mase. noizin? Dhe me qëra fjalla Noise nëse po na sheh, Kur do vish? mund vish Ajo. edhe Ne për nuk se kemi stinën këtu Kemi noi po. thotë ky. Stina i ka rezistuar tregut, edhe pse muzika është orientuar drejt muzikës komerciale, edhe muzikës së koncerteve. Cili është sekreti Stina? A është punë, a është fat? Gjitha bashkë, domethënë nuk ka si ke një arritur? formulë, nuk se di, domethënë me s'di ta shpjegoj, thjesht ne kur kemi bërë gjonat tona, kemi mundu të bëjmë më të mirën. Nuk ka formulë për këtë pjesë, do të lidhen bashkë, do të lidhet edhe fati, edhe koha, edhe mënyra e të bërit muzikë, mënyra e ku do ta çosh muzikën, se ka shumë artistë që bëjnë muzikë thjesht me bën një këngë sezoni dhe Këtu do të dalun. Kush janë ata nga kolegët e estradës, po e quajmë, që bëjnë shumë këngë komerciale, kanë sukses, por nuk kanë dhe aq shumë talent, mendon ti? Po suksesi sot nuk varet vetëm, domethënë varet nga kënga fare, është thjesht për në marketingu. Domethënë sot edhe këngë e keqe mund bëhet e suksesshme. Po s'do thotë Nga që është këngë e TikToku, mirë. 15 sekonda. Po nga gjitha formulat, nga gjithë gjë, se mekanizmi ka ndryshuar tani. Dikur ka pas shumë sita që të hyshe ti në festival. Tani çdo kush mund nxjerr çdo gjë. Tani, tu dua një emër.
Mos mi mos edhe ne kemi me... Nuk ka. Duhet kapim llogaritën e mujt bilanc. S'ka gjë se Tu kemi duaj ne. për Kam një ushit këngëtar shqiptar që nuk do të bashkëpunoje kurrë. Një emër që nuk do të bashkëpunosh me atë. Po jo, nuk ka sepse unë kam biznes fund ditës. Po Pjesën do e bashkëpunoj me këdo. Edhe në Florë, do për shembull, bashkëpunoj, që po thjesht nuk i njoh fund ata që s'kan. Nuk ke asnjë bif asi kështu? Jo, fare. Po duhet një bif. Jo duhet, fjala duhet nuk ekziston hiç. Prapë do pish. Ose do njohësh tjetër. Dgjoj, Stina Ti nga pakun, po më. Shumë good boy. Stine luan në mbrojtje Stine, luan në mbrojtje. Luan shumë Good boy, mirë. Stina, shumë mendoj që duhet Po të jo, luftojmë nuk pak më kam. shumë për të nxjerr pak anën e keqe. Ne, përpara se ta bëj unë këtë pyetje, unë kam nevojë të pi çike herë. Ti je sigurt që do të bësh atë pyetje ti? Ti sa ishin shumë komfort të pyetjet. Nuk mendoj me Gracielën. Me Gracielën para nuk mendoj që do ta bëj. Gracielën i kam shumë, i enjoy. E po çoja pra po edhe. Atëre, Vetëm jeti gaz. kur kujtojmë Stinën e viteve 2010, përveç hiteve të panumërta, ne kujtojmë edhe një emër që ka qenë shumë i lakuar me Stinën asë kohë, që ka qenë Rozalati. Dyshe ikonike. Ju tani se cili ka vazhduar jetën e vet, lumturisht të martuar me partner respektiv, po kur i kthesh mbrapa në kohë, çfarë ndjesie i lë Stinës ajo periudhë? Asgjë gjë, ko e bukur. Kam me fat që kam qenë në atë moment. Në atë Po Priscilla, ule takën. Malin. Ja. Edhe Chelsea ne kam. Është shumë kom, domethënë çdo kohë duhet respektu. Domethënë për mua është shumë kohë e bukur. A keni mbetur miq me Rozën? Se ju patët datë daljen, keni patur datë daljen të Dance With Me që Nuk ne është se pak të mbrezim kontaktojmë, nuk është se kemi shkull kontakt, flokët. as nuk është se jemi miq. Domethënë as nuk kemi Nuk keni më asnjë lloj kontakt, Asnjë nuk lloj, është se keni mbetur i pas domethënë miq. nuk është se jemi armiq, pas nuk flasim, as miq nuk jemi. Okej. E mes me art. Më jepni një pecet të fshihem pak. Po mirë di për e tjerë çka. Një sekondë të çfarë do ai. Doreza të boksën Gracielës. I ke dhurat nga misioni i sport. Graciela është zonë komforti, s'ka më fare. Tani Zora Graci. Ka kollaj kur ti ke shtëpi. T'ja jap turit se në është atë. Turi ka hallë të tjera. jo, u them mos e jep turin se turi do të madhe dhe Se po më tjerë unë turi tjerë këtu ama. Stine, po të kujton kohën e vjetër, ke marrë pjesë shpesh edhe festivalit të këngë magjike, po them. Cila ka qenë një fitore pa merituar aty? Cila mendoj që ka qenë një fitore që nuk e ka merituar të Mendoj se pjesa më e madhe ka qenë e pamerituar. Nuk e kanë merituar të fitore. Çka ka shku gabim dhe çka ka Gabimin s'ka ngel ta gjej unë, po ajo dihet domethënë shumë. Mirë, mendimi jote, më opinioni jote. Mendimi im është shumë i thellë, do vazhdojmë tani e marrim pas nesër. I kemi sa orë kohë kemi? 3 orë kohë. S'ka mund kohë, s'ka mund kohë. Ka shumë pak kënaqësira nga pothuajse shumica e artistëve që hyn tek festivali i këngës. Po sepse këtu më merr përgjigjen e asaj pyetjes që mborën fillim. Që pse muzika ka ardhur deri këtu. Okej. Atëherë, Okej. fjalë pak, por thot shumë, si di branët. Bravo, gëzuar bën. Gëzuar. Stina, Që bëf mirë. shumë artist zgjedhin Big Brotherin që të bëjnë pak zhurmë dhe pastaj të kenë kështu përfitime në para dhe gjëra të tjera. Ti do hyen Big Brother? Tani u zut never say never, por Që të bësh çik zhurmë, me fshishëm me fare, timen për jo, me timen nuk e kam fare. Po pse jo? Sepse është, domethënë është famë shumë e bukur, po dhe shumë e shpejtë, është fluck. Domethënë masi viti do dalin Big Brother tjetër, do dalin personazh tjetër. Po, për Atë një vit s'bën s'ka do ta nuk gjendo ta spusë tuaj. Ai më sjell ishin e 2010-s edhe e bëri Stinën Bigun, kështu që. Jo, nuk është gjë e keqe, po unë nuk kam probleme me atë, unë kam probleme shumë me shumë kushtet që ka Big Brother, nuk do Se Bigu është se super nuk artist. ta thash edhe never say never, nuk e di, po s'e kam me. Kush do ishte problemi më i madh aty në Big Brother për ty për shembull? Nëse do ishte fut. Me shit privatësinë. Privatësia është e shenjtë. Domethënë aty do të bësh kompromis me këtë gjë. Po pjesa tjetër asnjë lloj problemi, pse pjesën tjetër është okay. Ore, mos ndoshta se çukur përgjigjet ajo pyetja që bëri Berta me siklet, Graciela e futet dorë troket. Mos është ndonjë kod që Domethënë po dorë trokita. ai kodi Gracielës është bën një pyetje tjetër, po. S'ka ngel më serioz. Nëse për shembull Flori do kishte një rikthim, ju si dy ikonat realisht ju jeni dy nga njerëzit që të viteve 2000 dhe më herët, artist të vjetër, po me shumë ndikim në Shqipëri. A do e bënit një bashkëpunim bashkë
për hir të Se jo, nostalgjisë. ne kemi qenë dhe shok para se të bësh muzikë, kështu që s'ka Sa bukur do ishte? Po s'ka gjë. Mund edhe ta imagjinosh. Imagjinata është palë. Po Prit, po merr goca për Po merr freestyle. për freestyle. Freestyle, okay. Hajde. Ta fix këtë tavolina dur. Estja. Ha, ke freestyle-in? Kush e ka të dy? Jepi po të dëgjojmë gjithë. Hajde. Okej. Onan! Hikato! Që ka pas punim. Po. Me nenin. Ai thot neni, nuk i thot nëna, po neni. Gati? We go. Very carefully. Po me legën planet. Po Bilale. Ta marrin të kupë. Bravo babi, ja ke kalu turit. Ja kalove turit babi, bravo. Një dorë do kite. Bravo, Estja, bravo. Vazhdon. Së është refreni. Estja, bravo babi, bravo. Tlum. A pili din, That's it's okay. Por edhe SpongeBobi duket i egër mund të bëjë çdo gjë në këtë jetë, kështu që po. Ja ne tani do ndrojmë kategorinë e pyetjeve. Bëhen pak më të vështira. Tani është bie pishmanit apo jo, për veprimet që kanë ndodhur karrierën tënde. Stine, ti si personazh publik, edhe marrëdhënia jote ka qenë publike, rrjedhimisht. Po, edhe kjo ka të mirat dhe të këqijat e veta, sepse edhe situatat të sikletshme Nuk do t'i quaja se tani përderisa kemi ti sporti këto do të më marr parasysh. nuk ka të këqija, për shembull. Ka, do të thënë mos i quaj të këqija sepse unë jam koshient. Fakti që ka patur situata të sikletshme mes edhe familjarë që ndoshta janë bërë ndonjëherë publike. I ke rënë pishmanin që e ke bërë marrëdhënien publike me Po si graciën? ka marrë pishmanin, pas të gjë, është pjesë e jetës ja. Asnjë gjë. Ne këtë jetë vetë kemi zgjedh. Domethënë kushto që e kam bezdiun që do më doli lajmi. So bërë artist. Po, se edhe pak më parë vetë thej që kur bëhesh person publik ose për të bigu, i bie që privatësia është kosto, po, e vërtet. Këto janë kosto, ati do shkosh me paramendindi. Kurse këtu këto janë pjesë e lojës. Unë këtu mendoj që ti do i bish pishmanit. Po ndoshta edhe po. Këtu, te kjo pyetje. Hajde. Tani Stine, ke patur ndonjë këngë? Unë e di që ti shkruan edhe shumë tekste. Pra ke këngë njëra që ke shkruar ti. A ke ndonjë tekst që e bër pishman që ke dhënë ndoshta artistit me vibe-in e gabuar, me zërin e gabuar? Te kam pikë të fortë që unë këngën që ja destinoj një artisti e di kujt po ja jap, sepse është shumë e rëndësishme. Ti japësh këngën e gabuar një artisti që është i talentuar për diçka tjetër, është që aty fillon gabimi. Unë këtë e kam pikë të fortë. Stine, ti mbështet shumë edhe artistët e rinj. Normalisht. Domethënë, është kjo fakti që ti do të vazhdosh të promovosh? Gjithmonë, Brezin e sepse ri? në më kohën kur unë erdha nga Gjermania, domethënë nuk e kishte mundësinë na suportohet dikush, se ishte në mundësi, nuk kishte kaq shumë studi sa çka tani. Më nuk është se po ja vej fajin dikujt, thjesht nga që ne nuk e morëm atë benefit, unë kam qef t'ua jap atyre. Kush ka talent, pastaj çdo njeri do ta qi rrugën vet. Se ndihmon do ti me një këngë ose me dy. Sigurisht se duhet të ketë talent. Ti mund të japësh një spunto, jo talenti absolutisht, po ka shumë artistë që kanë talent dhe secili ndos që s'kan mundësi. Ka më shumë talent. Se nuk hapin dyert për të puna dyreve, do të dish dhe rrugën, është kjo është lejshau. Do të dish mjafton të kesh vetëm talent, do të dish të lëvizësh. Të njohësh njerëzit e durën kohën e dur. Përveç kësaj do të nxjerrësh edhe nëse ti ke 10 këngë, nxjerr këngën e gabuar me momentin e gabuar, të prishin tirarin e këngëve. Nuk mjafton vetëm thjesht nxjerrësh këngë. E kuptoj. Është shumë e thellë. A kushton shumë sot ti jesh? Kjo është një pyetje nga kurioziteti im. Po sot po nxjerrin mundësi vetëm ata që kanë mundësi, nuk po nxjerrin ata që kanë talent. Nuk po flas vetëm për videoklipin, po flas për shembull edhe të bësh një këngë qoftë në studio. A kushton shumë? Ky nuk e kam bërë asnjëherë pyetjen asnjë. Po nuk është, jo më jo s'kushton. Pyet për mua se do të bëj këngë. Do të bëj këngë. Nuk kushton varet ku do shkosh ti, po do këngë mund ta bësh edhe me një kompjuter në shtëpi, me një mikrofon, s'është e thënë, që do të shkosh patjetër me një studio. Erdhi momenti jeni preferuar tek kësaj tavoline. Keni gjithë natën që thoni kështu, pas po vjen një pyetje kështu. Kam pyetjen e fundit. Stine.
A i kera pishmani që le videoklipin për të ardhur tuke ne? Jo. Jo. Faleminderit. Videoklipin e kam dorën, aty e kam. Thjesht me ju duhet me majt mirë se ju jeni çik tallë. Jemi ne pse? Jo, me shumë fint. Aldin kemi. Ja, është speci, po me atë do merrem kur të marrim. Apo i lutem. Do bëjmë një freestyle për mbyllje, për të lënë një shije Do të ta mirë. bëjmë pse jo. Ë? Ata vendosim një Me që beat. serdhe pyetje e fortë, kështu do ta bëjmë freestyle. Por çdo pyetje do tani do vijë moment. Ne u gëlltitëm ja 3 herë me një dy pyetje. Ne u mendum pak. Nuk pas ka qenë. Nuk pasim kap temën e duhur ndoshta. Ajo thashë nuk është ashtu siç duket. Ja keni kap temën e duhur, po thjesht ndoshta mos bë përshtypje më. Aq shumë më ka liti domethënë. Ja mu jam ka problemi. ditë, po Ti thjesht ti zgjodhe ti je shumë korrekt me ne, nuk na the asnjë emër, nuk na the asnjë Po kjo është jam, nëse doni ti unë ky jam unë, nëse doni ti jemi dikush tjetër, Jo, patjetër që ky je ti, po. do të do i bie të ty. Ne stinë kemi dhe lojë tjetër këtu te tavolina, por që vendosim mos ta bëjmë me ty. Si na është doja? Ajo fuck Mary Kill. Jo. Jo. Ndaj vendosëm dhe po t'ishte po ajo. Oj, tjetër. Gjujçik. Kena gjana me marrë, me se Jo me këtë gjë tha. Un po çoj bitin Hajde Blerta, edhe Të bëjmë këtë freestyle edhe mbrapa. kemi pyetjen e rikthim fortë. brava. Andale. Yeah. Mos u mërzit, Okej. Sorry ma dalin, ikin e vine sa dasit këngtar për këngtar të zëzbin Bushlon performansa me superpozim, na e bëjmë live shitin, na lini të ashtrim Që fillim lojën nga bim, edhe shire ma dhe bëjnë sikur se din Binor na bir, mos u mashtro, hej me reverse, nesti e ka tin me jo Për dashni, I'm a purple rain, nuk e ndëshkë vetën si kur t'ku bëjnë Po ta ma lojën se ti e the same I do my thing, yes, I do my game Let's get it off, po dukesh demo dhe me territory Stof maksimum, ju e është si mis që elefantin e bestisa say ha Pra të parone kom gjak, edhe nëse fit të qmime kom hak Vandalizem me e si atak, baby bitches për mu mos u boni me rak Ra të parone kom gjak, edhe nëse fit të qmime kom hak Vandalizem me e si atak, baby bitches për mu mos u boni me rak Bëri një bit tjetër. Okej. Ndryshimi si nata me dit, e di po çuditë se kështu se ke prit Nes ti po rritet nga dita në ditë, ndërsa ju ka ngel ora si stil dhe muzik Ka plot surpriza nga viti në vit, si për shembull një album për fansa për trip Merre një kong, merre një hit, unë e kom hak se punoj çdo ditë 7 ditë javës Për dashni I'm a superman, jam e vërtet ajo super ren Sta këshilloj se e di që e blen I do my thing, yes, I do my game Let's get it off, po dukesh demo dhe me territory Stof maksimum ju e është si mis që elefantin e bestisa say ha Ra të parone kom Po jo, u tham, ta kalem një vetjet nuk do e mbyll, Graciela ullu këtu dhe bëni duhet bashkë një freestyle. Në rast se parë unë e kom gjak, edhe nëse fëtoj qmime kom hak Jam t'auli zemrën, si atak, baby bitches për mu mos u boni me rak, hey Në rast se parë unë e kom gjak, edhe nëse fëtoj Wendali zemrën me, si atak, baby bitches për mu mos u boni me rak Dysh mirë si nata me ditë, di që po që pitesh që se ke prit Nes ti po rritet nga dita në ditë, ndërsa ju ka ngel ora si stil dhe muzik Ka plot surpriza nga viti në vit, si për shembull një album për fansa për trip Merre një kong, merre një hit, unë e kom hak se punoj çdo ditë 7 ditë javës Për dashni I'm a purple rain Si Kurt Cobain, po ta malojnë se ti e the same I do my thing, I do my game Bitch, let's get it off Po dukesh demo të teritali stop Maksimumi juaj është si mis që elefantin e bestisa say Ratë parun e kom gjak Raste parun e kom gjak Edhe nëse pite qmime gamak Vandalizim me si atak Bitches për mu mos u boni me rak Raste parun e kom gjak Edhe nëse pite qmime gamak Vandalizim me si atak Bitches për mu mos u boni me rak Raste parun e kom gjak Edhe nëse pite qmime gamak Vandalizim me si atak Bitches për mu mos u boni me rak
Edhe pse fitum ne ta gëzoni shpimi. Po ne kemi Nga ishit ju të dy me origji? Nga Mallakastra. Nga si nga jemi ne? Nga Mallakastra, Ishte kjo? A di këto? po di dhe popullore, gjitha di. Hajde. Ta kapim nga zona këtyre. Hajde. Ti bëjmë qefi. Këtë kapim. Hej, hajde ti në basha, o po i bjellora di, i kësë valo ku jano, këto malet e di, i bresë valo ku jano, këto malet e di, bres, valo ku jano, këto malet e di, i bresë bajno ku vendo, mornat fushgjori, i cesë bajno ku vendo, mornat fushgjori. Fushgjoritës, o Morët e kala, aja hajde ti në pashëm, e ka qeto bela. Aja hajde ti në pashëm, e ka qeto bela. Kjo nuk duhet ishte mbyllur pa një Nesti I-N-I të Stinës. Zemra më të kull që kem kalu